namazi, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij. Musliman, besimtar, namaz, gjunah, mëkat i nohen në kupën e krijes të vet. Këshirë sa mirë ka thënë. Këshirë sa mirë si Allah të nxit Muhammed Mustafaja me hadithe të jep vullnet edhe më shumë me fal namaz. I nohet në kupë të krijes gjunahet musliman. Dhe sa herë që bën një lëvizje, i bën një gjunah, i bin gjunahet. Sa herë që lëviz, ku lëviz? Sa herë që vjen në ruku dhe qohet prej rukuës, gjunahet prej kupës së krijes. Kjo është hadith i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk të them unë, gjunahet prej kupës së krijes i bin. Dhe sa sejdë brenda namazit që e fal ai ban, qohet prej sejdë, vjen sejdë në fund thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Në fund kur t'jape selam, ngjatë edhe në mëjt, as një mëkat si ka neve. Ja Rab falna ose. Ja Rab jemi të musht dirë këto me gjunah. Jemi të musht me mëkate dirë këto. Ja Rab ti jaj që i falë, o Allah. Ja Rab për hatër të namazit që e falë, për hatër të rukuve që i bojnë, për hatër të sejdëve që i bojnë, falë në neve, o Zot, se në kanë mbulu gjunahat. Prej të vetë veqa pjanë njësë dhe tanë si cilin e ta dhije vetë vetër.